Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, kudo që të ndodheni. Së bashku sot do të udhtojmë jo vetëm në vite, por edhe në të tashmen, edhe në të ardhmen, pasi muzika e një njeriu të madh, siç ishte kompozitori i shquar, artisti i popullit Pjetër Gaci, është e tillë. Ajo vjen nga kohët, jeton me ne dhe na frymëzon në të ardhmen. Për ndryshe nuk do të kishin kaq shumë sukses. Për ndryshe ato nuk do të kishin zënë vend të ardh në fondin e muzikës shqiptare. Një klasik i mirëfillt i muzikës sonë, i cili me kontributin e tij të vyer, mbi 500 krime në gjininë e këngës, në gjininë më demokratike, duke na bërë që të jemi bashkëudhëtar në ditët tona me këngët e Pjetër Gacit, por edhe me vepra në gjini të ndryshme muzikore, mbi 45 të tilla, të cilat hodhën themele në artin muzikor shqiptar, siç ishte koncerti i parë instrumental për violin në 1959. Natyrisht të udhëtojmë në vitet e Pjetër Gacit nuk është e lehtë, por ne do mundohemi që të prekim disa nga cilësitë dhe vlerat e tij të pachmuara, të cilët mbesin si një margaritar në muzikën shqiptare. Shumë njerëz në Shkodër, por jo vetëm, ruajnë kujtime të pashlyeshme nga puna, bashkëpunimi, komunikimet me artistin e madh, i cili ishte sa i thjesht, aq madhështor. Por sot unë kam zgjedhur të kem në studio njeriun më të afërt të tij, bashkëudhëtaren e viteve, bashkëpunëtoren, njeriun që komunikoi së afërmi, njeriun që ndjeu së afërmi frymëzimet e tij dhe që dëgjuesja e parë e shumë krijimeve. Me mua sot në studio është zonja e tij, zonja Tamara Gaci. Mirëmëngjes, zonja Tamara. Mirë se erdhët. Mirë se më ftuat. Unë do të them ka që është mirëmëngjes Shkodra emisioni, do të them spari mirëmëngjes qytetit tim të dashur Shkodrës, me banorët e tij më të mirë e më të dashur për mua në botë. Së pari unë du me uru tanë shkodranëve bashkëqytetarëve të mi një pranverë të mirë. Pranverën mirëfillt. Ashtu qoftë. Se këtë pranverën mirëfillt e kena prit shumë vite. Herë në zhvinjen të herë kështu, herë ashtu. Ti e di kjo pranverë me shnet, jashtë këtyreve pandemive, që në kanë lodhë, me realizimin ëndrrave e shpresave, më të mira që i kanë qytetarët. Zonja Tamara, jo rastësisht ndalemi në stacionin e madh të muzikës së shpirtit të Pjetër Gacit, në prag të 90 vjetorit të lindjes së tij. Data 27 mars është një ditë e dallueshme në jetën e Pjetër Gacit, apo jo? Për mua data 27 dyzohet në përkujtim, sepse ai dhe lindi dhe vdiq me 27 mars. Koincidencë? Koincidencë. Pasi jetoi 64 vite të shkëlqyera në kontributin që Pjetër Gaci dha, apo jo? Gjithsesi, ai lindi si një fëmijë shumë i talentuar, e zhvilloi këtë talent, e natyrisht shkëlqeu në ecurinë e tij. Pse është e rëndësishme që të përkujtohen njerëz të tillë? Populli me mençurinë e tij e thot, troni të kujtoni. Dhe është e vërtet.
Krijuesit që e kanë lënë mas vetit vepra, rojnë, deri më sa rojnë veprat e tyre. Dhe pastaj bashkë me këto vepra dhe hinë vetë në histori, bëjnë memorje e kombit. Prandaj janë memorje e kombit. Është memorje e kombit, vërtet, sepse veprat e Pjetër Gacit janë të pavdekshme. Zoja Tamara, ju jeni dëshmitare e shumë krijimeve të pavdekshme të tij. Le të ndalemi në disa këngë të cilët janë të shumta, janë mbi 500 këngë krijime, por disa prej këtyre krijimeve natyrisht kanë mbetur që nuk mund të harrohen. Ne pak më herët transmetuam 2 këngë në valët e radios, këngën e Merakut ose Silule Zambak, për të vijuar më pas me këngën him shqiptare, siç është kënga Për ty atë. Por ne mund të përmendim dhe këngë të tjera si Gryka e Kaçanikut, apo shumë krijime që janë të mrekullueshme. Shpesh bashkëqytetarët më ngacmoheshin në formë shaka dashamirëse. A nuk je gjeloze që bashkëshortit shkruan kaq këngë dashnie? Jo, sepse ai më ka shpjeguar që çdo vepër që krijohet duhet të ketë në zënafillë një inspirim. Dhe ku gjendet ky inspirim? Ky inspirim gjendet te e bukura, te një ngjarje mallore që s'duhet me harru kur, një epizod thjesht nga jeta. Këto janë, shpirti pastaj flet në vepër, inspiruar nga këto ngjarje. E prandaj, thot, kështu punoj. Edhe vërtet, në çdo vepër, nga të mëdha gjinit, qoftë dhe këngët, është shpirti i tij. Ju keni qenë dëshmitare pikrisht e këtyre krijimeve, qoftë me këngën madhështore him Për ty edhe e pavdekshme, por edhe me krijimet e tjera. Çfarë mund kujtoni prej tyre? Për ty edhe është kënga e preferuar e tij. Ajo lindi kur ne bashëm një ultim shëtitje në përmëlsit e veriut. Në shëqisnim, kurse ai u largu mund të sept plajes, për ku u hape me të vërtet një horizont. Derim në det, një horizont mallështor. Edhe ishtë rritës i mahnitur. E Bertiste, ne thëshëm, Pjetër, hajde këtu. Ai, në bashkë me dorë. Ati kanë lindë në vend konturët muzikës bashkë me këngë, me fjallët. Aty për aty, edhe kur u kësë tha, unë kam ba një këngë, kur të vim në shpi, do të hellë në letër. Edhe me të vërtet. I çuditërisht, ai për veti këtë këngë ka dashur më shumë. E ka dashur më shumë për ty atë. Po, ka qenë preferuare e tij. Sa bukur. Po ju kur e dëgjuat së pari, sa erdhi e hodhi në tastier, në letër, filloi tastiera të buqiste, me ato tinguj madhështor, dhe duke e kënduar vetë profesor Pjetri. Si u ndjet? E çuditshme. Unë nuk hi kur vetë pa më thirë në lomën, nuk kam hi. Nuk duhet me ngacmu me ndërpre procesin e ti krijimit, kur ndërpren këto bubullimet e këtij piano, se zëri fuqishëm. Zëri e tij piano e tana u hap dera, tha, hajde. Më thire.
Shifja thot, ajo bjeshka. E mrekullueshme. Bash. Dhe shumë krijime, keni qenë në shumë krijime, keni qenë dëgjuesja e parë, apo jo? Po, e vërtet. Po një kështu ka lindë edhe një vepër tjetër. Ishëm atëherë nuk kishtë makine si sot. Udhëshëm me makinet rastit, me makinet druvarve, me Skoda. Kur a i thot shoferit, mu mbi Valbonën, frikshme poshtë me pa. Shoferit thot, a i ndjehesh keqa? Jo, aq mirë sa s'ka. Po, zbriti, po pse thot që ke? Du me fotografu këte mrekulli. Po ku ke aparatin? Në zemër, në shpirt. Du me fotografu në shpirt. Edhe sot është vërtet. Valla simfonike nëmër 1 është fotografie që kalanaj... Sa e bukur është e mrekullueshme. E mrekullueshme, si kanë qëndru këto vepra. Pejzazhi, mallor, edhe përshkon edhe vallja, temperamenti banorëve, thot, këtu janë të dyja, se këtu nuk mund të banoj në një, vetëm një që i përshtatët këti temperamentit. E mrekullueshme, ajo vepër madhore që ka edhe pizmin e atyre anëve të malsorve, por edhe lirizmin e vallës, kërcimin. E mrekullueshme. Këtu thot vetëm ky temperament njerëzve, shife çfarë temperamentin, është temperamenti shqiptar tamam. Në fakt, zonja Tamara, si ka qenë të jetosh së bashku me një njeri të tillë ku frymëzimet, stuhit e frymëzimeve, procesi i frymëzimit, ajo ndjesi që lind frymëzimi, por më pas edhe derdhja në partitur, në tastier, janë një proces krijues që nuk e kanë njerëzit e zakonshëm, apo jo? Ju si keni ardhur për qark këtij frymëzimi të artit të tij? Thojnë, ti je grua privilegjuare, vërtet privilegjuare. Ti je grua artistit është privilegj, se jeton në këtë botë mrekullueshme artit. Por ka edhe një haraq mrapa. Haraq. Shoqet e mia ngjeshën ma të shkujdesur vedin, ma të lirën kohë, mu kurs më del të koha. Sepse hap një derën, kishënoj nevojnë e gja, hap një derën me utën e shifshë tym dohani, edhe ai nëtë stuhin e ti, inspirimet. Atëherën ka dalë, mëllë derën që ajtë mos marri vesh se kam habele. Më u largoj, mos me prish. E mërshë strajcët, pazarit, shkonja me marrë djalin në kopësht, edhe tjere detyrimet të familjes. Një këto janë. Po në fund të ditës, lindte diçka e bukur. E mrekullueshme. Një kjo është, ti jesh gruaja artistit. Do të marrësh mbevedi që të çlirosh atë nga gjanat ciklaminglet e përgjithshme të familjes. Të gjithë që e ka njohur profesor Pietrin, edhe unë, sepse në radio ai ka ardhur dëndur, ka qenë një këngë që ka lindur pikrisht në vitet e radios, në vitin 80, si që ishte Gryka e Kaçanikut, atëherë kur grupi popullor i Radio Shkodrës shkoi në turneun e tij në Kosovë. Por edhe me kontakte, sepse radio gjithmonë një institucion kulturor, gjithmonë tërhiqte njerëz të tillë. Profesor Pietri ishte aq i thjeshtë, aq njerëzor, aq komunikues, ashtu siç e kemi njohur ne. Ndërkohë që për masat vërtet njerëzore i keni njohur ju. E vërtet për masat e tij njerëzore ai ka qenë si fëmijë.
Të Ngarleku ishte e huaj për të, nuk e njën a i këtë ndjenjë, nuk kishte. Bile, ka herë unë e thojshë, mërë Pjetër, pse e je kështu, njej mistreci, nuk është sinqert me ty. Ndasht. Lenja, ndasht. Kjo ishte njeriu. Kjo ishte shprehetit, ja, nuk ndëhinte në asë një debat, në qosëve që artit e këshu për një jetë në një gjatë, ja, shumë e thjesht. Edhe tre ishën ato dy vlezër e la motër, të tre njësoj, të tre. Më ka pas qëllufati me ranë në rodin e mirë, si i thojnë shkodranët. Shumë mirë e butë. Në fakt, ju zonja Tamara e keni njohur në Moskë, profesor Pjetrin, sepse ai, nuk e di historinë tamam, por si që duket ju ka bërë përshtypje me violinën e ti, sepse ai ka qenë student violinist në Moskë. E kam njoftë që kur ka qenë student. Edhe me sa drejtën që në Moskë fati, nuk e di, kam fillu më u krënu me Pjetër Gacin. Se ishte njofur si student në violin shkëlqyshëm. E kishte sukses kur kishin koncertet në salë. Edhe ne grupa vajzushkëve shkojshëm të shtrëngojmë dorën. Ai shqiptari, edhe unë u kërënojsh se mu më varta ma shumë. Dhe ju pikrisht ishti e përzgjedhura e violinistit virtuos, e violinistit me sy të shkëlqyer, me flok kaçurela, të zi, që ishte shumë i vlerësuar në konservator, apo ja? Po. Por kjo ishëm të rritë, ishëm studente. Edhe nga kadal, nga miqësia, kalojnë dashurinë, erdhën në Shqipëri. Edhe këtë Ngarleku, që pranë meje një artisti talentuar, e ka zëvendësu të Ngarleku në anën time tjetër. Kam fillu me vlerësu në mënyrë tjetër Pjetër Gacin, mas viteve bashkjetese, se është njëri interesant, njëri pozitiv, shumë pozitiv, edhe sigurisht në mënyrë arsyeshme ky vlerësimi edhe krenaria me Pjetër Gacin ka fillu me u rrit meritjen e bagazhet veprave të tij. Sepse vërtet Pjetër Gaci një violinist i shkëlqyer, por edhe kompozimet e tij filluan të hedhin gur themelesh në muzikën shqiptare. Dhe këtu nuk mund të lë pa përmendur njërën prej veprave të shkëlqyera të tij, siç është koncerti për violinë e orkestër, koncerti i parë instrumental shqiptar i krijuar në vitin 1959, i cili me sa di ka fituar dhe një çmim për Republike. Si kujtoni ju pikrisht këtë sukses? Ka një histori. Çdo vepër ka historinë e saj. Padyshim. Po kjo ka një histori të tillë që e kishëm shok të vjetër ngushtë Pjetrit, dirigjent Rifat Teqe. Edhe kur u takoshëm Hemër Derzi, po ti ala e lun ato veprat e Venjavskit, e Paganinit, e me të vërtet ishte violin atëherë virtuos në violin, i ri solist shkëlqyshëm. Ngrete supë, po s'kena ti veprat tona, edhe ti nuk fillon akoma me shkru,
Po yçklet e këtij instrumentit, kush e din më mirë se ti? Rifateqe e pas ka ngacmuar. E ka ngacmuar. Ale ky i ndjen të vedin që me tamam s'kishte repertor. E bata, do të luj Venjavskin sot në koncert. S'kena veprat tona. Edhe filloj një ditë më fret. A i di se unë po shkruj një koncert. Shife, një këtë do t'jetë tema kryesore. Si të duket? Po mu më duket si shumë shme. Mirë, hajtë shkoti. Mirë shkoti. E vazhdote. Me violinë, mu më duket të zhurmshme. Pastaj e thot, hajde me mu, ku të të shkojmë? Në liceo artistik ishte atëherë në rrugë Kavajës, në fund. Se takojmë atë Robert Radojen. Se mirë unë kam shkru partjen e violinës, po piano me veshë kam shkru. S'kishëm atëherë akoma piano në shpi, e shkrutën me veshë. Robert, hajde ullu, të kontrollojmë se që e kam qitë me veshë. Edhe kështu shpesh shkote e kontrollote, e shkrute me vesh atë partjen e pianos, klavirin. Falenderote shumë Roberti ishte shumë e gatshëm, ujta, po ti më Pjetër, mos më falendero, unë kam qef që të vish sa më shpesh, se jam edhe kurioz çka jetu i ba. Jetu i bam një mrekulli. E shalët të më dali. Ashtu si që mendoj. E kështu që... Dhe vërtet një mrekulli, ai koncert, të tre kohët, ashtu si të shkohe par Allegro, po kohe e dytë me ata ndante në mrekullueshme, dhe natyrisht dhe kohe e tretë që kanë mbetur në repertorin klasik të muzikës shqiptare, një vepër që ka shënuar vërtet një gur të madh, të bukur, themeli në këtë instrument. Ashtu si që janë dhe veprat e tia të tjera për violin, si që është balada për violin e famshme, e vlerësuar dhe nga kompozitor dhe instrumentist të huaj, ajo është luajtur në skena të ndryshme jashtë Shqipërisë. Ashtu si që janë koncertinoja për violin e të tjerë vepra që ka shkruar për këtë instrument. Më ke kujtu një epizod. Ishëm studenta, Rifateqe ka ardhë një vit më vonë nga Moska. Janë shok të vjetër, ka qëllu që kanë ecë në studime dikun bashkë. Kur ka ardhë s'kishtë të shpia, akoma hajde të të në derim sa të sistemohesh se peqinës. Edhe vite në darkë vonë, hamër dërzi, si ke kalun, shprehetur e peqinësve. Thoshte Pjetri, ta marra ishte mërzitur sot, nuk e di, ka kap nostalgji për vendin e ti, atë dhe u etë. Edhe unë kam kap violinën, e kam fillu me raksaj. Edhe jo, po dëgjote, thot, që ashtë kjo, se s'kam dëgju këte, asë në repertor një pjesë e re, asë në repertorin tantë. Unë e sash, ashtë përgdheli. Sot e shofë si e mërzitur, e du me të përgdhel shpirtin. Një këte, në gjo e Rifat, se si i kam përgdhel unë asaj shpirtin. Edhe filloj me ra. Kohë e dytë, është ti koncerti, është një kjo tem. Unë e thash, ma Pjetër, ishë më lëngjër, ishë mërzitur. Këtu, unë kam vizatu pranverën në shirokën time. Shtregullët, ku të kam vendos ty, edhe të kam përkund, kadal. Muza e profesor Pjetrit. Një mrekulli. Rifati, e pau mu me ljotuar,
po ti Tomka, do t'jesh pronare e Shkodrës. Me një partitur të Pietrit pronare të Shkodrës. Jena mundu gjithmonë me shtensionu situatën. E mrekullueshme. Në fakt, ju zonja Tamara, keni qenë për krah një njeriu të madh, një artisti të jashtëzakonshëm. Po si ka qenë të sfidosh të gjitha shtrëngatat e jetës përballë një njeriu të tillë? Sepse jeta nuk është gjithmonë fush me lule, apo jo? Po, edhe a e ke dëgju ti sot proverbin që thot populli? Ushush si dikush, edhe ne ushush si dikush. Më bën përshtypje, sepse frazeologjit shqiptare, shkodrane, ju i keni jo të përvetësuara, po i keni të njësuara shumë mirë me ecurin tuaj. E di që më thoshte, ka qenë shumë komunikushëm Pietri me njerëz. Bilen që so më thoshe, ha më Pietr, ajde të mëse hup kohën. Ore, e di që është, gjdo njeri ka në vedi thesar. Thesar, të resh me një këtonar, sa gjana i mëson, që se ke ti e se ke imagjinu. Një njeri fjesh qytetar, të pish një kafe në mëngjes, të na ishte kafe të poshtë. Një kafe. Ai, qytetari thot, hajde më kafe vetëm, nuk pijet, po si pijet. Po me bisht mërë në një të vogël, bisht të vogël. Po qërë nuk mëson, qërë nuk më... Të komunikosh me njerëzit është gjë e më e mrekullueshme. Edhe këto më mësot ai mençurit e popullit, të thoshte, mençuria e popullit. Prandaj. Dhe pikërisht duke mos u ndalur nga koncerti për violin, ai fitoi një çmim republike. Si e përjetuat? Ne ishim akoma si student, kishim sustën, shtrat akoma mobilet s'kishim ble, në guzhin e kishim sus tjetër që flit të rifatin pritjen e shpis, kur mirë u gëzum, sigurisht urime tana që këna marrë çmimin, vlerësimi masë, edhe vlerësimi për te ishte si të mpret publiku. A i ishte për te gjithmonë rishim me dorë të shtengu, edhe kur publiku ishte entuziast, ishte vlerësimi. Pra vlerësimi më madhe për te ishte publiku. A i u më lëngjete, për te ishte vlerësimi madh. Edhe një ditë, mas këti vlerësimit madh që keme përjetu në publik, edhe e ka përjetu në taman vlerësim, unë ishe në shpi, ku hapet dera, edhe pam, edhe fluturojnë parja, një shuk parësh kishtë një mërcet parësh. Pra, të gjithë parat u përhapen në vëmë? U përhapen, ma, Pietër, që është kjo? Vlerësimi i dytë. Që pare ishte edhe vlerë... Pra çmimi në vlerë monetare. Të është i merë lepsin, shkruj që në nëvojitet me ble. Sa ma në gjysë. Jashtë sakonisht. Për atë që di të vlerësoj mundin, por talentin, gjë që nuk është aq i shpesht, ky është një rast i shkëlqyer. Apo ja? Është vërtet. Nuk e di se që me thënë, unë do të kisha dasht që shpije jeme të ketë vazhdimisht tingujt e muzikës, por mirisht sot në tastjerën e pianës tonë me gjohet vetëm dhe mosongo.
E po mirë, s'ka problem, është e rëndësishme që ai tingull të vi brenda shpirtit dhe të jetë përsëri aty në shpirt. Po, është vërtet. Djali jem me 2 mbeskët nuk ndjekin rrugën e muzikës. Megjithatë, ato janë shumë krenar që janë... Po. Gjyshi, e kena portretin në masë, në lomën ku flej unë me mbesën, është gjyshi është e masë gjyshien. Unë e kam pas 2 luftim me Pietrin, kur kishëm problemin shkollimi djalet. E thësha, hama Pietr, hama muzika vetë sus fisni kron shpirtin, më dëgjo. Unë mundëm me mësu me ra tana vekleve. Unë djali e kena më të mrekullueshëm. Zoti faleminderit në kalan më të mirin. Unë jam gati me lan ati, po çfarë të duash ti unë të jap ati. Por nuk mundëm me lan atë që jep vetë Zoti. Unë do të jap ati drejtën e autorit, mbi tana veprët, tana. Ashtu është vërtet. Të drejtën e autorit. Ka dasht jashtëzakonisht. Edhe drejtën e autorit sot mbi tana veprët, tana shkrimet, çdo gjë që i përket atij, drejta e autorit është djalit. Vërtet, nderim shumë i madh. Zoja Tamara, ne nuk mund të rrokim të gjithë anët e krimtarisë Pjetër Gacit. Nuk ne përmendëm këngën, përmendëm muzikën e shkruar për violin, nuk përmendëm muzikën vokale, siç janë kantata, për shembull kantata O moj Shqipëri, siç është opera për te mjegullës, apo dhe shumë pjesë të tjera që kanë mbejtur, koncertinoja e tjerë që janë vepra të shkëlqyera, të shndritshme. A ka vepra në dorëshkrim Pjetër Gaci? A ka lënë? Si mjetë që është viti jubilar e tij, unë i thosha, inshallah të realizoj si mjetë. Kam pas gjithmonë një plan, po a një gjë tjetër. Edhe vit pandemik, natyrisht. Ky vit ka qenë e zorshëm. Megjithatë, i thosha, e kam apliku pranë Ministrisë Kulturës për se e shoh veprat nollën akoma disa në dorëshkrim. Edhe nuk dihet në filan institucion kulturor, në filan janë shumë rëndësishme të sistemohen dhe të grupohen. Të mbledhen këto veprat, të botohen. Se ne kena jetu në kohën e qepës. Nuk kena pas kompjuterat, fotokopjet, kështu që po koha ban punën e vetë. Edhe mund të shterën veprat, e hupin, nuk lexohen. Disa herë më është drejtu Kujti Malia. A mirë e ka shkru Pietri marshën festiv për bandën, të kishë ekzekutu. Kuj ke partiturën. E ka lënë Pietri Gaço Vrazit në ansamblit të ushtrisë, po nuk ka më. Sot merë audion, ai do të interpretoj vetë. Absolutisht duhet. E kështu që ka shumë, e nuk ekziston. Duke pasun këtë marak, mos është të lënoj vepër madhore për mirë, me gjithë tana veprat, unë nuk e daloj asnjë, për mu nuk ka vepër Pietrit që unë preferoj ma shumë. Për mu të gjitha njësoj, të gjitha, se çdo vepër e ka një kujtim. Zemre tek ju.
Ashtu është. Në fakt është detyrë e jashtëzakonshme të mblidhen, të sistemohen, të botohen, të studiohen pikrisht veprat e një kompozitori të tillë të shquar, i cili ishte një meteor në muzikën shqiptare, një njeri i madhërishëm, një njeri që i dhuroi këtij populli shumë dashuri. E natyrisht edhe mori me suksesin që pat. Kam apliku pranë ministrisë. E kuptoj që vështirësit ka shteti shpenzime, Ministria e Kulturës, në morin aplikimeve ka pas si mjetë. Edhe unë kam fitu projektin. Por në këto shpenzimet që ka dhanë vëmendje këtij projektit ministria, mund të realizohet vetëm një çerek. Një çerek. Janë shumë kushtueshme. Botimi, kjo. Tjetër gaci është krenari kombëtare, do të thoja. Unë shpresoj që në tana imediate do të ketë pas probleme ministria. Ndoshta ky është hapi i parë, duhen hapa të tjerë. Nër këto imediate mund të kishen në një precedent, përjeshtim, një precedent. Padyshim. Shpresoj që do të korrigjohen, sepse kjo neglizhencë nuk lejohet kombit ton. Kombit. Është vërtet. Unë vedit nuk lejoj, nuk do të vdes rahat. Paqjetën e gjatë, Zoja Tamara. Kombit nuk lejohet. Zoja Tamara, ne u ndalëm, por pa pretenduar as pak se kemi thënë qoftë edhe 1% të vogël të asaj që duhet të thuhet dhe thuhet për Pjetër Gacin. Megjithatë, unë nuk mund të lë pa përmendur dhe kontributin e tij si violinist në mësimdhënie. Ai për vite me radhë ishte udhëheqësi i violinistëve të shquar të Shkodrës, produkti të cilit kanë qenë violinistë të mrekullueshëm dhe janë siç janë Lorenz Radovani, Elisabeta Qursaçi e të tjerë violinistë. Është një kontribut i jashtëzakonshëm. Ka qenë të çuditshëm. Që në liceu artistik, vitë shpejt me biciklet, afër radios ishte. Edhe unë paka shumë ishën katin e tretë e shishën nga pengjere kur ai kalon të në lice. Nxënësit e tij e prisnin. Na erdhi Shasma. Shasma e kishin vu. Se shumë i shpejt në lëvizje. Energjik. Edhe i thosh, e bata mësimin, e thoshte, ti më rëni një mas mësimit, ti e ti. Ato më të mirët e linte. Mas se i ban mësimin, hajde, edhe një herë. E që më duhe në thot, këtyrëve do të vej ma shumë vëmendje. Po pse ma Pjetër? Po këto janë për zanat, janë me thirrjen e shpirtit. Tjerët e kanë të larta. Tjerët janë për kulturë. Për kulturë mirëpolle kanë. Edhe këtu në Shkodër, kur erdhi, këtyrëve Lorenz Radovanin, edhe Elisabeta Qursaçin, ai gjithmonë, hej, hajde këtu, hajde se i kene orë të lirë, ose më rimashtu, e pse më Pjetër, atë qojnë Tiranë, 2 shkodran, si lura do t'jenë në violinë. Dhe vërtet ashtu është. Janë produkti profesor Pjetrit, këto 2 violinistë të shquar, të jashtëzakonshëm, të cilët kanë një sukses të jashtëzakonshëm në ecurinë e tyre si violinist, pikrisht produkt i të madhit Pjetër Gaci. Është një libër i tërë, një libër me shumë volume të shpjetosh ditët dhe vlerat e profesor Pjetrit, apo jo, Zoja Tamara? E shkodranët ngacmoheshin shkretët. Po
Pjetër Gaci ka shkru gjithë ato ka ngdashni, ty ka shkru në një gjë, a je gjelloze, jo, mu nuk më ka shkru gjë. Unë kam qënë muza e frymëzimit të të gjithave pothuese. Jo, e di si veprat janë tanë popullet. Prandaj, unë tash si kam dëshirë që të kthej ministria kokën mrapa. Hajtë, kalujmë këtë vit antipatik, pandemike, me shtërsi të ndryshme. Edhe në gjitha ato shpenzimet imperative, të ketë vëmendjen qoftë përjashtuse, për rrezikun me hup veprat. Zone Tamara, nëse qëndrojmë në një kënd meditativ dhe dëshirojmë të themi me pak fjalë për masat dhe dimensionin e jashtëzakonshëm të Pjetër Gacit nga ana njerëzore dhe artistike, ju si do ta vlerësoni? E di që unë e konsideroj që Pjetër Gacit kam jetu vite me te, por këtu pastaj më kanë tërgu fëminin e tij. Është një përjashtim nga masa, një përjashtim, a talent i lindur. A është talent i lindur. Prandaj unë me gjithë këtë pasurin, me gjithë këtë krenarin, kam përjetu ndohtë të jetë ma të shtërënguar, se më shdash me majtë mbi shpinë një do preokupacionet vogle që grave tjere e kryshin burët. Me ndërgjegje u mundojshë me lanë ati kohët ma të lirë, ma të mos u mërë të ajme vogëlsinë të jetës. Sepse Pjetër Gaci ishte një njeri i madh. Ishte madhështor me veprën e tij dhe madhështor me personalitetin e tij. Aq sa madhështor, aq është i thjeshtë. I thjeshtë, absolutisht po. Me thënë drejtën, më preken shumë edhe njerëzit Shkodran kur ndalojnë me bashkëshortin tant, këtu poshtë shpistu e kam pi kafe. Ajta, ka qenë njëri i veçantë. Vlerësoj shumë këto. Më preken, më kujtojnë shumë gjanët. Qofshi e nderuar gjithmonë, zëna Tamara. Faleminderit. Ky është një vlerësim jashtëzakonshëm që nuk jepet me asnjë dekret të nënshkruar. Është një dekret që është brenda zemrës së njerëzve, i shpirtit, që ndjehet, që transmetohet. Prandaj njerëz të tillë nuk vdesin, sepse vepra e tyre jeton. Siç ka thënë ai vet, deri më sa jeton vepra, do të jetojmë ne. Kur vdes edhe dëgjoj, ka thënë vepra, po s'pati inspirim, lind të vdekur. Çdo vepra e tij ka një shpirt e tij që jeton akoma, edhe unë uroj që të jetoj sa më gjatë. Qofshi e nderuar gjithmonë nga kujtimi i të madhit Pjetër Gaci. Qoftë i pavdekshëm, kujtimi i tij, vepra e tij, krijimet e tij të cilat na shoqërojnë për gjatë gjithë përditshmërisë tonë. Një njeri që la një trashëgimi shumë të pasur dhe i adhuroi popullit të tij. Ju falenderoj shumë, zonja Tamara. Faleminderit edhe juve që më ftut, edhe du të falenderoj bashkëqytetarët e mi, të cilët më kanë dëgju, edhe isha kënaqësi me komunikumi. Faleminderit shumë për çdo gjë që ndat në këtë mëngjes Shkodran. Qofshi të nderuar.
Miru pafshim. Faleminderit, faleminderit.